Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi në emisionin numër 64 të podcastit ton. Jemi me një tjetër figurë të njohur, i cili ka kontribuar për vite me radhë për ngjyrat e vllaznisë. Natyrisht jemi mësuar të flasim për trajner, për sportist, për njerëz të sportit, por në fakt kemi lënë disi masdore një pjesë tjetër të njerëzve të cilët kanë kontribuar për vite me radhë. Dhe sonte do të jemi në studio me një njeri që ka kontribuar plot 31 vite në shërbim të ekipit të futbollit vllaznisë. Është masazhatori, fizioterapisti zoti Rushdi Mesi. Zoti Mesi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. E përmenda që ndoshta shpesh herë ne flasim për doktorët deri diku, por më shumë për trajnerët sportistë. Harrojmë pjesën tjetër të sportit. Edhe ju me një kontribut të jashtëzakonshëm, 31 vite në shërbim të vllaznisë. Po, është e vërtet, por unë sidomos nuk kam dalë në intervista, kam pas që vetëm e punu, dhe në intervista mund të jenë intervista e parë, dhe që për gazetarin sportiv. Unë kam fillu udhëtimin tem si fizioterapist në vitin 1987, filmës si ekipi erdhi nga Finlanda, me trajner Asteta Fizin, me sportista shumë të mirë, dhe më dhënë njoftë në atë kohë, si Ragami, Çanga, Zmijani, me një grup shumë i mirë që në vitin 92, që dorë me kampion, edhe normalisht që ka kënë një vështirësi e madhe, se në atë kohë nuk kena pas absolutisht asnjë gjë për fizioterapinë, po ta krahasojmë me sot. Zoti Mesi, thatë filluat të tregoni për historinë tuaj, po në fakt 31 vite kontribut për vllazninë. Ndjeni i kënaqur që keni lënë edhe ju gjurmë në mjekësinë sportive, duke shërbyer klubi Vllaznia me punën tuaj? Normalisht, edhe kur e mendoj sot që 31 vite janë shumë, aq më tepër që kam qenë vetëm me doktor Zoti Çoben dhe asnjë llim tjetër. Me ato gjëra shumë të vogla që kena pas, veç dëshira për punë. E para që më ka shtyr në këtë rrugtim, i pari që më ka dhënë atë propozimin për më ardhi ishte Zmijani, edhe kam kasë edhe një gjatë që unë kam qenë më shumë tifoz i vllaznisë, por ishte një dëshirë e madhe se mi shërbi ekipit në emrat më të mirë të vendit tonë, edhe e para gjë që më ka marrë mua me këtë ekip ka qenë pasioni, tifozëria, domethënë që kam qenë shumë tifoz i zjarrt për vllazninë, edhe ishte privilegj i madh se me punu për këtë ekip. E kam pas në studio Hafizin, pak kohë më parë, dhe e përmendi edhe afrimin për herë të parë si trajner portier të Paulin Dojës në vitin 86-87, pastaj edhe ju keni qenë ndër të parë në Shqipëri që jeni afruar si staf mjekësor në rolin e masazhatorit fizioterapistit. Si lindi kjo dëshirë për të marrë me këtë profesion, sepse ju keni qenë një moshë 27 vjeçare? 27 vjeç. Unë sa kam kryer shkollën në 86-ën, kam fillu të Spitali Rajonal të Shkodrës, edhe aty ma pak se një vjetë dhe më thanë, nga që ekipi kishte nevojë për se s'kishte në kohë fizioterapist me shkollë, edhe pas ishte shumë e nevojshme, dhe më thanë, që ndër në atë kohë ishin bërë gjonat ma ashtu përvaçe, edhe nërta ka kënë të njëri parë Asteta Fizi, një të njerë shumë i mirë me vizion të malë, edhe një grupë lojtarë që të thashë ishin, në më dhanë, nuk kishe keme dalu cili lojtarë më i mirë, edhe sa po eliminunin ekipin e Maltës, edhe shkunin në Finland, dhe ishte turin e dytë, sa kanë arë për Finlandit, aja ishte dhe ishte parë, në më dhanë, që unë kam fillu me ekipin e vllaznisë. Edhe kam bërë paralel edhe në Spitalin Rajonal të Shkodrës, edhe me ekipin e vllaznisë. Në fakt, keni nisë një periudhë edhe vështirë, sepse pikërisht për ndeshjen e Finland, pastaj filloi edhe shkatërimi i vllaznisë në një farë mënyrë, dënimi disa lojtarëve, largimi i Hafizit
në Dugacin, apo Rakiqit dhe të tjerëve? Ishte periudhë vështirë, se në grup lojtarësh që domethënë ishin lojtarë me emrin, u desh një rinovim i madh, por ishte edhe një fat për lojtarët që u zëvendësunin, por ishte një periudhë e shkurtë, unë 6 mujore, 9 mujore, pastaj erdhi ekipi tu përparu, tu zëvendësu me lojtarët tjerë. Masena erdhi prap ka pasi goditje Vllaznia mas viteve të 90. 92-shin kur dolin kampion, u larguan drejt Gjermanisë. U largu me një ftesë të Zmianit që lutën në Francë, atje, edhe ekipi, domethënë, tanë ekipi që ka udhëtu atje, janë kthyer rreth 17-18 vjet, e ishte goditje shumë e madhe për Vllaznin, edhe atë periudhë domethënë ka vujt 2-3 vjet sa u zëvendësunin, sa u rinovunin, që deri erdhi viti 98 mësëna që dolë me kampion. Mesi, kur ju afruan detyrën për të qenë pjesë e stafit mjekësor të Vllaznisë, si e pritet? E menuat se çfarë mund të bëj unë te kjo skuadër, sepse ishte përvojë e re? Ja, unë, si të thash, dëshira më e madhe ishte se ishe shumë tifoz. Edhe emri Vllaznisë ishte emri i madh. Edhe pa hezitu, domethënë, por nuk kishim absolutisht asnjë përvojë, se unë ishe fizioterapisti i parë i kualifikuar në Shkodër, domethënë në ato vite, edhe i parë në spital. Por më ka taku, domethënë, me punu me mjek shumë me emrin të Shkodës, të gjithë mjekët e vjetër, edhe unë kam përfituar shumë prej tyne, edhe prej doktor Zedit Çop, se kishte doktore një përvojë të madhe, më ka dhënë shumë ndihmë madhe, domethënë ata vitet e para, se kishte përvojë se ka shkuar shumë me ekipet kombëtare. Edhe me këto futbollistat që kishin përvojë, që ishin edhe me kombëtaren, domethënë një farë ashtu, por vështirësia më madhe ka qenë se nuk kena pas mjetet e fizioterapisë për ashtu 10 vitet e fundit. Edhe shumë futbollista për me realizu një dëmtim të gjurit edhe të kavilës e në rrallë, ne i qoshim në Podgoricë, atje bashin procedurat e fizioterapisë me aparatura që i kena sot, edhe vishin, pastaj vazhdoshin por vetëm me durt. Nuk kena pas absolutisht asnjë mjet fizioterapie. Dhe ju me kohë ndoshta ju më tepër i njohur si masazhator se sa fizioterapist. Është vërtet se domethënë përveç stërvitjes edhe një natë parandeshjes edhe ditë vazhdim, masazhi ishte kryesori për me relaksu muskujt, kurse për dëmtime i bashim paralel me që shkoshin udhëtoshin në Podgoricë edhe vazhdoshin me këta. Se nuk kena pas derë para 10 vitesh. Para 10 vitesh që është njoftë edhe më mirë, edhe në spital për 25 vite me rrallë, kam qenë vetëm në spitalin e Shkodës, domethënë në rolin e fizioterapisë të ortopedia. Kur erdhët ditën e parë tek ekipi Vllaznisë, ndjetët Ragamin, Vukatanin, Jeren, Borshi kishte lënë në 87-ën, Zmianin, Dedjen, Pashajn, e me rrallë. Si u ndjeve kur hyrën në dhomën e zhveshjes? E kam marrë me shumë emocion, të mendu se unë i shifshin nga tribuna këto futbollista, dhe ishte një honër me kënë aqë afër. Ato kush nuk i adhurohet e Ragamin, e Zmianin e këta, jo përmendoj me ta. Por me të thënë derën janë tamam sportista gentlemana, domethënë sportista të mirë, domethënë edhe nuk e kam mendu atë pritje, më ishe shumë i ri, domethënë, edhe pa përvojë, por më kanë dhënë ndihmën e madhe këta, domethënë rrugtimin tim. E vuanit faktin që nuk kishit mjetet e duhura, sepse në Shkodër ka qenë një formë anekdote Barcelete qepe kryp, sepse s'kishte mjetet të tjera. Shumë, pa të thëmë brasi, ne tamam që kena fillu një ndihmë madhe, ka qenë në kohën kur mori ekipin e njeri Miftar Qela,
që ishte edhe udhëtohet e gjithë kohën, por pa mi thanë, për shembull, djalit tim që është fizioterapist ose këtyre të rive, që unë kam bën masazhin relaksues me pudër, imagjinoj sa, nuk e imagjinoj, edhe ditën e leshjes e bashkë me alkool edhe me vaj. Me vaj ullinit ose gjallë. Por imagjinohet këta nuk e imagjinojnë, këta 10 vitet e fundit, që çfarë standardit ka ardhur tjetër. Por ishte shumë e vështirë për mu me pudër, se nuk bëhet asnjë gjë, do të thënë e mirë fillt masazhi që u bë më vonë me këta mjetet, me vojën e me gjanat, me kremna të ndryshme. Por ishte një lodhje e madhe se një person u do të me bëtë tanë ata sportista, një natë para ndeshjes, kur gjithë ndoshta ishin e përdhomë, masi hashin bukën e darkës, me vazhdu den 12 natës, edhe i vetëm, pa tjetër, por më shumë që janë ta që s'kam pas mjetet e duna me punu. Dhe më dhanë, unë më shumë punoj tesh vitet e fundit, se me anë të mjetëve fizioterapisë, puna dhe më mirë, edhe sportisti reaftësohet shumë më tepër, se atëherë vetëm me dur, vetëm pasioni, vullneti, që kam pas. Cili ishte mesazhi, komendit që bëshin futbollistat pasi filluan të ndishin dorën e Erosdimesit? Po, ata ishin provu më përpara, domethënë ne që ishin para mejet, edhe thoshin, në kanë bërë masazh, domethënë ai që bëte masazh kishte duhet me kallu, se vite nga puna dhe u bëte masazh. Por me kalimin e kohës masena e kanë shiju, por unë kam pas një vullnet pa, nuk e di prej kam vite e vullnet, ashtu edhe nga dëshira që për shërbesh e ekipit futbollit, edhe të pas e kush ishin të lojtarë, edhe kam punu me shumë pasion. Cili ka qenë bashkëpunimi me mjekun Çoba? Për 31 vite për krati? Ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, doktori më ka ndihmu të vitet e para, se kishte ma shumë ndjeni e gjanët, edhe për të thamë, une mund të jem fizioterapisti i parë, mëse në konë ardhë tjerë, në spitalin e Shkodrës, edhe mjekët vetë nuk e kanë pas për para si literaturë për fizioterapinë. Dhe më dhanë, mas të viteve 2000, ka fillu të aman me hynë si procedurë, për para nuk e kanë pas atë, por mu më kanë imun shumë dhe mjekët e Shkodrës, që kanë kënë mjekët shumë mirë, dhe më dhanë, qysh me Sander Rashten, Alis Pahin, Ferit Hotin, doktor Ardiani, neurologu i famshëm. Edhe ata më kanë ndihmuar shumë, domethënë që unë i pyetës edhe për gjëra më teknike, por edhe doktori që që shkote me kombëtarën e vite, kishte eksperiencë më të madhe. Përveç punës tuaj të fizioterapistit, masazhatorit, filluat bëheshit edhe pjesë e stafit, rregullisht, dhe besoj që i përjetonit edhe i gëzuar kur fiton në skuadra, por edhe mërziteshe, besoj kur humbiste. Unë kam pas unë kam qenë shumë tifos i Vllaznisë, aq më tepër që një detaj për shembull, unë kur hyshen fush, edhe kur na bota arbitri në gjë me të pa drejt, unë harrosh atë, u marrë me arbitrin, më thotë arbitri, a kjo për mua, apo kjo për këtë futbollistin. Por, masena edhe konsult me doktorin, edhe me ta njerët, si mi abo kësaj, por kena bashkëpunu edhe me ortopedat që kena pas spital. Ku ishte një traumë rëndë, atë s'ka pas as rezonansë, as skanet, shumë në kanë ndihmu mjekët ortoped në Shkodër. Ka kënë Fatmir Brahimi, Vukatana,
edhe këta dy kanë kënë, domethënë, ortopedat e vjetër, mas e kanë orta të tjerë, por në kanë ndihmu për traumat e ndryshme, Për të konsultuar për kavinin, se atëherë, domethënë, ka vënë shumë reaftësimi i sportistave. Edhe nuk ka në pas mjetë ndihmëse që me pa një këgju ka meniskon, ligamentin, apo një gjë muskulare. Absolutisht çdo gjë ka kënë me pamje edhe me dorë. Përveç i grafijet që ashtu. Edhe ka kënë vështirë, domethënë, për mi ekzaminu, se s'kishte. Në vitin 92, Vllaznia mori titullin kampion. Edhe tek medaljet, besoj që ka pas një vend edhe për Rdimesin. Po. Si u ndjet kur morët të parën medaljen në qafën tuaj? Ishte një gjë shumë e veçantë, unë ata medalje i kam rujt, domethënë, edhe përveç aty të vendi punë, si përpara kam pas fizioterapin aty te shtëpia, edhe unë gjithë fizioterapin, një faqe munit e kam mush me futbolista. Pjesë nga aktivitetet kur marrë kupa, përveç tyne kam edhe 5 medaljet që më ka taku me marrë 3 kampionate, një kup edhe një superkup, gjatë kohës që kam kënë në. Por, me të thanë drejten, në 31 vjetë, unë nuk e di se mund të kemë mu në ndeshje, për shqyqër kam kënë mirë nga në shtetësore, por edhe evenimentet e shtëpisë, dhe më thanë që kanë kënë, nuk i kena para ndeshjeve, para aktiviteteve, nuk i kena diskutu. Shumë kush mendon që bën sakrificë futbollistës trajnerë, por në fakt bën edhe stafi mjekësor. Fazat përgatitore, grumbullimet, ndeshjet, janë jo pak ditë dhe net kaluar larg shtëpisë. Sidomos në kohët e njerit Meftar Çela, që ishte një njeri shumë i veçantë, i pasionum, që po t'ishte gjallë, Vllaznia, pa egzagerim, do të merrte kupat e pa fund, për vizionin që kishte ai. Edhe imagjinoj një ndeshje në kombëtare që kishim jashtë shtetit, ai deri një muaj na ka marrë në Cetin. Edhe për ne ishte vështirë se nuk do të me lanë fëmijët e gjanat, dasmat që kena pasë rast të gëzimit, veç me shku në ekipin. Edhe shumë e vështirë ka kënë, por ato është sakrificë e madhe, por ma e keqa ishte që thasë, se s'kena pasë mjetë me punu, ka kënë shumë e vështirë. Me ata kushte, azorë me punu kushtësat. Ndihesh e komod që ishe në bankinën e Vllaznisë në çdo ndeshje? Shumë komod, por edhe shumë stres, se aty e përjeton kretë në është të shqie shef në shkallët e stadiumit. Ashtë një, se aty gjdo gjanë, ka një impuls të veçantë. Trajneri, lojtarët, sa është mirë, është edhe me stres. Se është, e përjetan një mënyrë kretë, nështë se unë e provoj të shkallët e stadiumit, edhe të herë të ekipi. Dhe në herë që rastet e fitoreve, gjana kështu që ishin shumë veçantë. Por edhe dëmtimet, kërën panik, në fakt. Kena pas, këta kanë kënë disa raste, që kanë kënë shumë veçanta për dëmtimet sportive. Aja është më e veçanta kur kënë dëmtimet në kokë, që kënë një lipotemi, duhet shumë shpejt, nuk mund të bëjë një njeri se gjeni me ashtu, se për para ka kënë këtë për shambull, kur ka nulli dëmtim, kanë dashmi me forcë, aja vetëm me një manipulim bëhet me forcë, me hapë gojën e kështu. Edhe danë shpejt, edhe duhet gjithmonë, duhet dë vetë, pa tjetër në dëmtimit e ramës, si që ka kënë e i dimo se zmejanit e... Kur e zidhet më duar bashkë me Ilira Haxhajën, edhe doktorin e keni zidhën në mënyrë më perfekte. Por nuk mund të bëj një njeri, se njeni duhet mi bajt tjeti me shto. Mund ka nullë në stërvitje, bala me një lojtar të ri, i për të nullë, aty ka kënë shumë kesh.
Edhe pa ambulancë, pa kur gjë, vetëm unë me Iliri ka dhënë një në parë, masa e kena qenë spitalist 4 orë, kurse dëmtimi më i vështirë, nduke nuk u dukte, ishte me Gurishten. Tek fusha Te fusha Shqipëruqi, ajo nuk ishte në ndërhyrje e rëndat i shtopinës, apo ja ka kënë i futbolist tjetër, edhe ai ka meti paralizum. Edhe kena shku në spital, 2 skanera, erdhe dhe helikopteri, por kur në animacion, se kur kam shku në animacion, edhe kam thënë Gurisht, lëvizi gishtat e dorës, gishtat e kamps, i tha që në pështove. Nuk ka pas asë lëvizje. Ka kënë një distorsion i cervikales, aty ka prek nervin, aja ka një paralizum këtë. Vetëm se shëqër zote që nuk pa gjatë male. Raset e vështira kanë kënë në ekipe, dhe më thanë, por... A duhet këtë panik, apo duhet jenë qëtë? Stafi mjekësor të një lojtarë në raset tila? E para duhet me vepru shpejt edhe në mënyrë profesionale. Ja me keju panik, ja si shgërmuan gjithë lojtarët, pa mi paja shtetit, lojtarët largohen, ose formon një rreth për mos e parë ndoshta. Edhe duhen ta mjetet, më ka një mu, edhe që kena marrë në spital, ishin fill ai përfirmarje, i ka qaforet, duhen disa gjana, por tesh edhe kur ka ardhe Liri, ka pru një përvoj prej Italijet, shumë mirë, se normal se kishe punu atje, edhe me Lirin kena punu shumë mirë, se edhe mosha e doktor Zedis shumë vite, me Lirin ka taku 10 vite me punu, edhe kena koordinu punin perfekt me Lirin. Masena, kur erdhe Liri, fillun edhe këta mjetet me kënë më mirë, por kena punu shumë mirë se një njëri së mund të bate. Unë kam punu 20 vite vetëm, edhe ishe shumë e vështirë. Mesi titulli kampioni i parë 92-shin, pastaj 98-ën, 2001-shin, Superkupa dhe Kupa 2008-ën. 5 trofe. Me 92-shin e folme, në 98-ën ka kënë... Deri diku ko luftet. Ka kënë ko luftet edhe ka kënë titulli më i vështirë. Pikrisht. I vështirë, se ne nuk kena ulltu si shkojmë i natë para me fjetë, por kena shku direkt, kena marrë shimet në vedi, edhe 3 orë, 4 orë për para, kena harë në shkatë stadiumit. Si këta pak e dinë, se s'kena pas as telefona gjana, aja ka kënë ma vështira me sërdedjen, që ka kënë tajja, edhe aty ka kënë periuda ma vështira. Edhe për mu ka kënë vështirë se më ka taku me ba fizioterapi në tonë Shkodrën, se kam kënë vetëm në spital, edhe periudi imagjinoje me shku në përtanë në pacientat plagosën, edhe me bicikletë. Dhe më manë, që nuk imagjinoje, po s'kena pas gjana me filmu, se çfarë gjanash ishin, edhe në çfarë personash u do të me shku, por shëqër zotit që... Në 2001-shin titulli që i fundit për fat keq, sepse që nga i momente deri sot nuk kemi marrë asnjë titull tjetër kampion. Edhe aty besoj njëjtat emocione, stadiumi i mbushur ndeshjen me Shkumbinin dhe festa e madhe në Shkodër. Ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme, domethënë se që dulme me ftaqela, ka qenë titulli më i bukur, domethënë më i mirë, se ka pasur rivalitet në ekipe, në gjithë shumica që ishin marrë shumë lojtarë, Tirana, Partizani, ishin marrë shumë lojtarë, ai ka qenë edhe është zgjill në parafundit e të fundit, edhe aty ka qenë domethënë një gëzim i madh i tanë tifozërisë, por nuk pot me risk që me tuaj njëri i madh, që ne pa dëshim që do të na ishin mërzit kupat, e kam thënë gjithku, do të ne sikur të jetot a njëri, se ishte
vizionar shumë edhe ta mund tifoz i futbollit. Por edhe ditë që ishim tu që më batë mirë jojen, i kam thënë zotit Arben Qaferi, e falenderoj se u kujtu mas shumë vitesh me mëneru bashkë me ju, edhe i tha që ditë në qose deli kampion, unë kam dëshirën një muj me punu falës këtë dëni ju, për vllaznin, qose deli kampion. Të shpresoj. Në fazë përgatitore, ku t'jeni pas i pagesë. E rëndësishme të dalim kampion njërë, pastaj të tjerat. Unë i kam thënë edhe Edit që unë me që kam pak të 10 vite e fundit, kë mund t'jenë ekipi më i mirë, më i kompletum, më i dublum, dhe më dhanë, edhe është merite Edit edhe Sinani që i ka përzjellë të lojtarë, vetë se mund t'jenë ekipi që nuk duhet me pas konkurencë me këtë dhe ekipit. Inshallah dënë Zoti edhe mëse pas dëmtime, si që janë të dëmtime. Edhe me bised me Edin, edhe unë i kam këna bisedu me Edin, qëta që mund të kenë një lojtar, kur të dëni fizioterapinë e kanë të hapën se këna ba fizioterapinë e madhe, të shqeqër Zotit, ka 6-7 vite, ja kam vazhdan rrugën të me djali, edhe ma mirë se normal këtë ka gjana, ka fut aparaturat ma të fundit, edhe ma mirë. Se djalit i ka ataku me kur kam ikë. Deshat dalal të Keredi, sepse edhe i ka kontributin, pavarësisht shkurt të Vllaznia. Mizot e trofeu i fundit i Rushdi Mesit është kupa. E provuat si festohet edhe në Elbasan. Në 2008, në fitoren ndaj Tiranës, 2-0. 2-0 që bani gol Lika edhe Sukaj. Se ekipi i Tiranës ishte ekip shumë i mirë, fakt. Edhe përveç Zotit Meftar Qela dhe Balter Fushaj ka bo një cori jashtëzakonisht mirë, dhe më dhanë, përveç kësaj kupë që fitaj, këna pas një kampionat që në... Ndeshën e fundit. Ndeshën e fundit. Ma i mend, ka kënë Lushja këto, Lushja kështë dalë kategori 2, edhe 20 korne këna ba, edhe nuk u bate goli. Që ishte, o do të një merit, në dhanë me tanat, kënë të vëtë që kështë ba Valter Fusha, o do të mja një titull kampion, pakten. Me tanat a investime që ka ba. Periulla e fundit e jueja ka qenë vitet me kur klubi drejtoi nga administroi nga Bashkia e Shkodër. Pak më të vështira për rezultatet. Nuk e di, aty me krahasu me presidentat, domethënë është edhe një përgjegjësisë. Kur e merr një president, administrimi është më koncis se sa i bashkisë. Bashki ka shumë kalime të njëri tjetri, nuk ka rolin e përgjegjësisë duke marrë një person, edhe që administran. Aty ka kënë për vështirë, ma vështirë ka kënë masena që dolme në kategori 2, edhe une, ma që u bëne shumë vite, masena aty kam nërprej. Pikërisht, në momentin kur Vllaznia ka rënë në kategori 2, ju jeni tërhequr. Masena jam tërhequr. Nuk mund ta pranoni që Vllaznia është në dytën? Unë kishe 2-3 vite që ju thoshe këtyne që tesh unë kam nëj shumë, edhe du më tërheq se puna me familjen e fije, me eso, edhe masena u tërhoqa, u mërzita shumë, dhe si çdo njeri tjetër. Edhe, po kishe 2-3 vite për para, që se më ndaj edhe me familjen, se janë shumë vite punë. Edhe preteksti është në fakt, edhe rënjën nga kategorisë, pastaj ja bëni më të letë edhe ndamin me Vllaznin. Po, ma ashtë, por mërzije madhe ishte, në fakt, se nëse këshim, ishte një gjë e jashtëzakonshme, me dalë Vllaznia në dytën është një gjë shumë
po dëshiruar për asnjë ekip. Megjithatë, mbi emrin Messi ishte sërish prezent për një vit apo një vit e gjysmë tek Vllaznia sepse ishte Redis, djali juaj që u angazhuar në stafin mjekësor Vllaznis. Unë djali ishte me në master, kur në vendosa me ik, edhe morëm djalin. Unë kishe shumë qejf si djalit vazhdote rrugën teme edhe të sporti, disa vite, domethënë, por angazhimi i madh si pat për me hap një fizioterapi të madhe, nuk mujti me ndaj, që mi bë të dyja, domethënë. Por nuk është as pasioni i Rushdis. Ja, nuk ishte, as nuk është tifozllëkun tem, domethënë. Por me që e provoj një vjet e gjysmë, ishe i lumtur që ishte. Edhe si të thash, dëshira jam i ka kenë, për shkak emrin e fizioterapisë ja Vllaznia. Por dëshira e djalit ishte me një këtë emrin tjetër. Messi shumë vite, 31 vite tek Vllaznia dhe besoj që keni parë shumë. Keni parë shumë edhe vuajtje, edhe dhimbje. Cili ka qenë momenti më i vështirë që ke kaluar? Momenti më i vështirë, domethënë, si në punën tuaj. Apo ndoshta edhe tek Vllaznia, tek Ecuria kur i ndjer më keq. Për Ecurinë e Vllaznis më keq, domethënë mas ramës kategorisë, ka qenë ndeshja që kishim në ton. Ajo ka qenë 2011. Eliminimi në shtesë. Ne ishim 1-0, barazim këtu, edhe në 88 minutë, kena hi me Ilirin në fush, edhe i tha që Ilirit, i tha që të që dhe me bëj gol, ka marru qdo gjë, 90-ën, po të dy golat që kanë kenë, i pari ishte foul, offside. Me atë lojtarin e Podgoricës, tjetri ishte offside. 90-ën dhe 92-shën. E ka kenë shgënjimi më i madh se edhe me 1-1 ne do të lutem në fazën e tretë në takote me skuadrë italiane. Edhe aty, domethënë, ka kenë edhe për zotin Valter Fusha ishte shgënjimi i madh. Se kishim në dorë çdo gjë. Domethënë, kurse moment tjetër ka kenë në Istanbul, me Galatasaray. Aty ishte, domethënë, ishte mirë Galatasaray dhe zoti Qela i dha një shumë tepër të madhe për me marrë paktën deri 1-0 ose barazim. Edhe kena pas në dorë. Ka kenë 1-0, një penalti e humben ata, ka kenë Kaçi tek për portierin, edhe nuk e bani. U kthy topi, prej në korner, bani në 2-0. Që me Galatasaray ishte gjë e madhe, por me ata kushte si që kreu me ata kushte, domethënë, kushte ideale që në ka baj pagesa, çdo gjë i ka pas perfekt. Po momenti më i lumtur në 31 vite pranë Vllaznisë si Rushdi Messi, cili ka qenë? Momentet lumtura përveç këtyre titullet kampion, domethënë që kena pas titujt edhe kupat që kena fitu, domethënë, këta janë se kur del kampion ose fiton kupën, është gëzimi i madh. Është gëzimi i madh i punës. Është shpërblimi i madh. Edhe që të hek lodhin, edhe të kenë, domethënë, çdo takim me njerëzit, takim me shokët, me çdo gjë. Gjatë 31 viteve keni pas disa drejtues klubesh, duke filluar nga fundi vitit 80 kur ka qenë drejtuesi i Komitetit të Partisë. Po. Edhe deri tek i fundit që ka qenë me Bashkinë Shkodër. Cili ka qenë presidenti më i mirë sipas Rushdi Mesit? Më i mirë ka qenë zoti Meftar Qela. Se unë tham se edhe te domethënë biznesin e tij e ka vënë shërbim të sportit. Domethënë nga zarroja që kena kënë, e që me kaluture, domethënë ai ka kënë, edhe Valter Fusha që ka kontribu shumë për Vllaznin,
edhe tesh shumë mirë, pavarësisht se s'kam kënë të vite, por me rezultate është Alban Xhaferi, që po ta shefsh tana vitet kena dalë. 2 vite në kup, 1 vit, kampionat, 2 vite në finalet të kampionatit. Është arritje e madhe, menaxhimi i mirë që e ka bë, edhe kanë marrë lojtar ma spekatën. Doktor Çoba i ka të shënuar në një regjistër të gjitha emrat e trajnerëve me të cilët ka punuar. Besoj që edhe ju keni kaluar shumë trajnerë, por cili është më i veçantë për Urdimesin? Ma i veçantë se unë bile në bisedë edhe me doktor Zedin, i thamë unë i kam kallë shënimet se prej të vitit 87, marrë shënimet tuja dhe i kam gati. Ma i mirë edhe ma profesioniste është asleta fizi. Në vanë që ta manë vizionar edhe me ba lidhjen e ekipit me trajner lojtar, edhe mate konfidenca me këta, në vanë e bate organizimin shumë mirë. Unë ka taku 8 vite me punu me astetin. Ashtë shumë trajner i mirë, në vanë edhe profesionist. Ka pas ndonjë një trajner që nuk i ka respektuar si duhet stafin mjekësor, nuk e ka ditur ndoshta rëndësinë e punës tyre? Ja, në përgjithësi, të gjithë trajnerët që kanë ardhur, edhe të Tiranës, të gjithë trajnerët që kena pas, ne na kanë vlerësuar se çdo gjë pozitive, stafi mjekësor jep vetëm pozitivitet, nuk. Edhe bën lidhjen e lojtarëve, anën emocionale, anën fizike, çlodhjen e dëna, por edhe gjithë futbollistët na kanë respektu. Përveç që këta vjetët që e kishe, une ndoshta kishte një lojtari vjetër me të rritë ka kënë për para, që në lojtarit vjetër mas me shku në radhën e masajit, por unë jam mundu veçmas, minimu këta të rritë, për nevoj që kishin, që kam pas mundësi, me minimu. Keni kaluar në përduar shumë futbollist. Cili ka qenë futbollisti që i ka duruar më shumë dhimbjet? Nuk është ankuar shumë. Ka dashur të sakrifikojë ndoshta mund të ketë pasur probleme shëndetësore. Po t'i kapim, që ka sakrifikuar, ose unë i rështaj disa sportista në rrët që ma të mirë, edhe ma me disiplin, edhe ma me vullnet. Të fillu të mirë Grima, I pari. A i ka ba sakrificat maja, se a i ka lyt edhe me të ba Gjelpana. Tjetër është Virsen Sinani, një super djallë, edhe gjithmonë asje nuk kanë kote. Kishte qef shumë atë masajit, ka pas shumë të, kë Lici, Osja, por kanë keni grup lojtarë, se ata kanë keni edhe disa vite bashkë, edhe, por kanë sakrifiku shumë, edhe me ata kushte që kanë pas, se nuk janë kushtet që janë të 10 vite, kanë pas kushte shumë të dopta. Nështë këta të nuk e din, pa ekipi Vllaznis mas viteve 19, ju kam thënë shumë lojtarëve mrapa, na kena pas këpuctojnë në vedi. Imagjinoje, që një natë për andheshës me rregullu këpucët, me rregullu thumat, me qep, me ashtu. Dërsa sot i nërojnë këpucët për qef. Edhe për anin që të thashtë këtyne fizioterapisë që është. Po nga futbollistët e vitet 80, e Brezi i shkëlqyer, cili ka qenë lojtari që ka dëruar më shumë dhimbjet, ka sakrifikuar më shumë? Ma që ka qenë është Ragami, Fred Ragami. Ka lutur edhe me trinin e plasur? Ai zbate ma shumë kë, Lici ka pas plasën. Por ai Ferit Ragami ishte super lojtar, super i fort, i fuqishëm. Aja masazh parandeshjes, i bashim masazhin relaksus parandeshjes, ose i natë për para, e s'ka bakur. Shumë i fuqishëm, shumë i fort.
Ka pasur dhe lojtarë se cilët janë shtirur më tepër duke bërë që dëmtuar për të munguar ndoshta edhe në ndeshje apo në tërvitje? Ta të Shkodrës po ma shumë ta tujt. Ka pas në balans që nuk, si ekipi i zemrës nuk sakrifikan kush. Edhe sa më shumë lojtarë vendas me kenë, aq ma entuziazm ke. Por lojtarët e huj që kanë pas kështu, në balans që nuk sakrifikoshin që ose janë 100% në anën fizike. 31 vite pranë vllaznis, besoj që keni bërë edhe shumë miq. Tek vllaznia, por ndoshta edhe jashtë vllaznis. Po. Sidomos kur kena pas na, domethënë, që kanë kenë Zmijani, Luani, Edi Martini, gjithë ta që kanë kenë grup, na kena pas edhe një gjë që çdo për shembull dasma ose një festim ditëlindjes e kena bërë gjithë bashkë. Domethënë grup miqësor. Mrapa mas shumë vitesh unë i kemë marrë relatat me gjithë këta, sidomos ta lojtarë që kanë kenë më tepër Lici, Zmijani, Martini edhe mrapa, domethënë kena pas shumë miqësi e relatat mira. Me mu kanë respektu domethënë gjithë brezët. Dhe në fakt, sepse na ka takuar, të jemi shpeshherë bashkë, ju kanë dashur, ju kanë respektuar, besoj, ndoshta edhe natyra juaj, humori juaj, nëpër udhëtimet me autobus apo nëpër avion, keni qenë i preferuar i futbollistëve. Mu kanë respektu, por ju kam dhënë gjithmonë, domethënë të mendu se ata bëjnë një sakrificë të madhe, dhe kanë lodhje të madhe, bile unë këtyne lojtarëve që ishim, atëherë s'kishim kështu vend fizioterapijet, o vishin të spitali, për shumë herë ju kam shkollë në për shtëpia. Domethënë një natë para ndeshjes, se atëherë nuk u grumulloheshin një natë përpara si këta 20 vitet e fundit, edhe unë ju kam shku lojtarëve kryesor. Pra i bërë pjesë e familjeve të tyre. Lojtarëve kryesor ju kam shku në shtëpia. Edhe një natë përpara ju kam bërë masazhin. Në kushte me shtretën, kushte ideale që kena sot. Si shpjegohet që të paktën ka një ide që sot ka më shumë dëmtime se sa përpara vitit 90? Ndodhë se janë rritur kushtet e stërvitjes, ndodhë se është rritur trajtimi dhe shumë gjëra të tjera, ka më shumë dëmtime. Ka më shumë operacione, ka më shumë dëmtime të gjata. Është e vërtet, aja në periudhën përpara, nëse ka dëmtuar një ligament, një lojtar në vjetë. Unë mund t'jenë edhe ushqimet, që janë ashtu. Ndikojnë ushqimet tek dëmtimet? Po, edhe fushat, normal, fushat ta me sintetiket janë jo domosdoshme, por edhe ka kenë, nuk e di, se atëherë për shembull që thash, me i palë këpucë kanë ashtu, edhe atëherë kena pas fushat e qia. Shumë e qia, me ashtu, por nuk e di, ka ndryshuar edhe sistemi, se tash atëherë s'kena pas as vitamina, gjana, por ushqimet mund të kenë ma bio, atëherë ka pas edhe gjana që futbollistat kanë hanë në njërë të organizume, kanë hanë si që janë të bakta vitet e fundit tash, atëherë kanë hanë në njërë të organizume, ka supet, parën, dytën, tretën. Kurse tash dikush në fast food, dikush nuk kanë elementet për mi marrë ushqimin të aman. Edhe mjekësia sportive është rritur shumë? Tash mjekësia sportive është rrit jashtëzakonisht, aparaturët, rehabilitimi, gjithë. Mjekësia sportive është më vështirë se mjekësia civile. Për vetëm në arsye se nëse një civil ka kohë më rekuperu, sportisti e dënë shumë shpejt. Por janë tatesh egzaminimet, rezonanca këta që janë jashtëzakonisht mira edhe të jep dëmtimin që të jep kohën e rekuperimin të banë një egzaminim
edhe është, domethënë, ka rritë shkollën më të lartë, nuk kena të 10 vite, nuk e ndill nevoja me shku, as në Tiranë, as Andena, të Podgoricë, i kena gjitha këto. Cili është miku më i mirë i krijuar në sport nga Rudi Mesi, me të cilin nda ndoshta momentet e gëzueshme të jetës tuaj? Shumë miq domethënë, por që i veçaj më shumë janë si murojnë edhe për ditëlindje, për që jam bërë gjithë janë atë, edhe është me Edi Martini, Mirgrima, Safetosja, edhe e këtë grupë Belisha, që më konikojnë gjdo gjahë se marojnë shumë gjana, edhe në ka taku me nëjë shumë vite me ta. Dhe 10 vite kanë kënë bashkë të gjithë. U tërhoqet nga vllaznia në vitin 2018, por vazhdoni të jeni aktiv në mjekësinë sportive. Tashmë deri para pak kohësh tek Spitali Rajonal i Shkodrës, dhe tashmë tek klinika juaj. Duket që pasioni tashmë është kthyer edhe në profesion dhe nuk mund të hisi dorë kolloj nga fizioterapia. Ja, është vërtet aty në spital për 40 vite kam shërby, edhe të vazhdojmë të klinika jonë bashkë me djalë, dhe trajtojmë shumë sportista, sidomos këtyre të moshave që vinë tana dhojtë e moshave, ka dëmtime sportive, sidomos strapo muskulare në këto të moshave, edhe thash edhe nga fusha sintetike. Nështë edhe nga aja kujdesi që duhet me pas ata, çdo sportist që vjen, i jep disa këshilla, bën individuale për muskët e barkut, stretching, edhe për ushqimin, edhe për qetësinë. Çdo sportist që vjen, qysh nga mosha 12 vjeç e sipër, mundojmë, si me kënë djalit tem, mi i thonë, keme bë kështu, keme bë individuale kështu, keme bë këtë, kujdes këtë ushqim, se qara është me ja transmetu çdo gjë. Edhe tu të vazhdojmë të ka klinika jonë, aparaturat, normal që djali ka rritë më të i përse ka më 5 vite shkollë, edhe i kena fut që nuk në mungan absolutisht asgjë. Në fillim të këtij sezoni u zhvilloi një ceremoni në stadiumin Loro Bëj, që pikërisht në ndeshjen e parë të kampionatit Vllaznia Egnatia. Si u ndje Rudi Mesi kur dikush kujtohet për të thënë faleminderit për atë kontribut 31 vjeçar për vllazninë? Jam shumë mirënjohës, zotit Albert Xhaferi, juve si zakonisht më keni promovu shumë gjana, por unë me të thënë drejtën edhe kur më kanë kërku një intervistë, unë kam dash vetëm me punu edhe mas me dalë në televizor, vetëm punën edhe kur gjatë tjetër, por a ishte i vlerësim edhe shumë e kanë prit mirë, ndasha mirë të mi, edhe të më thanë që sa mirë u kujtuar. Sa mirë u kujtuar, ma mirë vorë se eq, por edhe unë e mirë jo jene a shpreja ati. Edhe fjallin e maj, kam thënë edhe Edi Martinit, që po dollë kampion, më keni në dispozicion me më shfrytzu një muj këtë dëni jo. Në fazë përjetore këtë dëni. Kam aqë fuqi, të shpresojmë jena mirë. Të shpresojmë që gjërat do shkojnë mirë. Jemi vend parë dhe të shpresojmë deri në fund të arrijmë këtë vend. Ky vit, ma mërmendja që është edhe vit jubilar, por duhet me pa tjetër, janë tana kushtet për me dalë kampion. Sot larg vllaznisë, por e përjetoni keq kur vllaznia humbet? Shumë keq. Nuk e di, por jetë si kur thash, këna kënë barkin, aty ishte impuls tjetër, por shumë keq edhe ku e shëtë televizori, me të shpisë. 31 vite kalendarike tek vllaznia, por i keni llogaritur sa net edhe sa ditë keni qëndruar larg familjes? Edhe i keni thënë ndonjëherë faleminderit për mbështetjen që më keni dhënë?
po në fakt... Sepse nuk është e lehtë të qëndrosh me nga një muaj në grumbullim larg familjes. Aq më tepër kur ishin edhe të vegjël, domethënë. Edhe të qesh djalë thot, çka ke bën kur kam qenë i vogël, kam ashtu. Po, mund kam pas nga kësë të madhe thot se kam bën spitalin, sportin edhe privat, domethënë që kam punu shumë vite për të smurt në për shtëpia, që nuk i bate kush me paraliza, me frakturat kokse, edhe me të thënë drejtën shqyqër, domethënë që gruaja që ka pas barën më të ramë, por kam pas, prandaj 30 vite ishin shumë, e nuk unë mund punoshe prapë, por ishin shumë në dhej larkë familjes, tesh që Zotit jam mirë me shtë të vazhdojt njëjtën punë në klinikë me djalin, edhe e përjetoj ma mirë afër familjes, që Zotit shtetin më kollan të mirë, edhe kjo punë ka ma gjithmonë. Thatë që në fillim që u lidha me vllaznin sepse isha tifoz. Sa rëndësishme ka qenë dhe është vllaznia për Özhdimesin? Aja është, ne edhe për fatë mirë, edhe shpirti që kena pas afër stadiumit, ne kena njek gjithmonë, edhe ku ishin në stërvitje, por vllaznia ka pas një vend veçantë në zemrën teme, edhe unë e punin që kena ba, asë nuk kena qyrë për pagesa me vite me rrallë. Vetëm ishte një gjë veçantë që po punoj për vllaznin. Dhe nuk kena shiku sa është pagesa, pa pagesa kena punu, por sakrificë e madhe se përveç këtyne grumullime që ishin një 2 javë me udhëtu, por vetëm aja pasioni që thash, tifozllëku, dëshira, edhe ishe krenar me punu për vllaznin se ishte anër e çdo kuj me baj foto, jo me punu men të vllaznia. Özhdimesi, falenderit që ishin në këtë intervistë, falenderit që zgjollë dhe emisionin tonë, për të thënë shumë gjëra që ndoshta nuk i ke thënë asnjëherë më parë në prononcimet tuaja. Edhe shpresojmë që të vazhdoni të jepni kontributin tuaj në fizioterapinë, në mjekësinë sportive edhe tashmë Ju falenderoj edhe ju që thaç unë nuk kam prandu kur me dalë në intervista, vetëm me punu, edhe jam krenar që kam punu për vllaznin, nuk jam pishman atë lodhje djerë që kam pa për vllaznin, se është një ekip që ka vlera, që çdo njeri që punon për këtë ekip duhet me këtë krenar, dhe aqë sa kam lanur për vllaznin, edhe vllaznia më ka lanë emrin mu, si fizioterapist, në punën teme të përditshme. Faleminderit, Özhdimesi. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision të 64-t, ishim me njërin që e ka shërbyer për 31 vite me radhë në aspektin sportiv të mjekësisë sportive, zoti Özhdimesi. Do të takohemi sërish në emisione të tjera. Natën e mirë.